Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30, Sure At-Tariq, ajetet nga 11 deri te ajeti 17. Was-samaa'i dhati ar-raj'a wal-ardi dhati as-sad'a innahu laqawlun fasl wama huwa bil-hazl innahum yakiduna kayda wa akidu kayda famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Për qiellin që kthehet pareshtur dhe për tokën që plasaritet, që kjo është një fjalë ndarëse dhe nuk është as pak shaka. Në të vërtetë ata ngren kurthe, por edhe unë u apres me kurth, prandaj jepu pak afat jo besimtarve, lëri të qetë edhe për pak. Komentimi: i shkatroi planet e armiqve. Në ajetet e mësipërme u fol për krijimin e njerëzit nga sperma, ndërsa në këto ajete do të flitet për çështjen e ringjalljes, duke u referuar disa argumenteve të tjera, sikurse është betimi. Betohem për qiellin me plot shi, për qiellin që kthehet pareshtur, betohem për tokën që plasaritet dhe që prej saj dalin bimët, për tokën që plasaritet. Kjo është një fjalë e vërtetë që ju do të ringjalleni, kjo është një fjalë ndarëse. Është një çështje serioze, në të nuk përfshihet asnjë shaka, nuk është as pak shaka. Fjala ar-raj'u vjen nga rrënja e fjalës ar-rujuu dhe ka kuptimin kthim. Arabët edhe shiut i thon ar-raj'u për shkak se u ngrihet nga toka dhe deti e më pas, nëpërmjet rreve kthehet përsëri në tokë në formë shiu, gjithashtu në një kohë të shkurtër kohore, rënja e shiut përsëritet. Edhe gropat që janë të mbushura me ujë shiu quhen ar-raj'u për shkak të grumbullimit të ujit të shiut në to. Valët që tunden si pasojë e flladit dhe bëhet i qartë mbi sipërfaqe quhen ar-raj'u. Fjala as-sadau ka kuptimin thyerje e trupave të ngurtë, duke u bazuar te kuptimi i fjalës ar-raj'u, të cilën e cituam më lart, shikojmë se ajo i referohet edhe thyerjes ose çarjes së tokës së tharë pas zbritjes së shiut dhe pas zhvillimit të bimëve. Në të vërtetë këto dy betime i referohen ringjalljes së tokës së vdekur nëpërmjet shiut, argument të cilin Kurani i shenjtë e ka cituar shumë herë për çështjen e ringjalljes, siç është ajeti 11 i surës Qaf: ne me shi ringjallim tokën e vdekur e kështu do të jetë edhe ringjallja. Vërehet një përputhje e qartë midis këtyre betimeve dhe ajo çka është rikujtuar për shkak të betimeve. Kjo gjë tregon butësinë e elokuencës së Kuranit, sepse ndërmjet betimeve dhe për atë që është bërë betimi, ekziston një përputhje e habitshme. Me fjalë të tjera, në ajetin 5 të surës Hajj flitet për argumentin e çështjes së ringjalljes, flitet dhe argumentohet çështja e krijimit të njerëzit nga sperma dhe evolucioni embrionik. Edhe argumenti i ringjalljes së tokës së vdekur për shkak të rënies së shiut është cituar dhe është theksuar në surën At-Tariq. Komentues të tjerë, ajeti 11 të surës At-Tariq e kanë komentuar kështu: gjithçka ka jetën e saj ciklike, rrotullimi i planeteve qiellore dhe rikthimi i tyre në gjendjen e mëparshme përgjatë periudhave të ndryshme, rrotullimi i tokës rreth vetes dhe rreth diellit, lëvizja e planeteve përreth sistemit diellor dhe lëvizja e lindjes dhe perëndimit të diellit. Hënës dhe yjeve që janë gjithmonë në lëvizje kanë rikthim. Ekzistenca e këtij rikthimi është shenjë për rikthimin e përgjithshëm të njerëzit në jetë. Kuptimi i parë i komentimit të ajetit ka më tepër përputhje me çështjen e çarjes së tokës dhe me argumentet e ringjalljes. Termi el-qaulul fasl do të thotë ndash të drejtën midis të padrejtës, në këtë rast në simetri me ajetet e kaluara, por mbledhjen e saj e kanë konsideruar si referim të ringjalljes, ndërkohë që komentues të tjerë atë ja kanë referuar Kuranit. Sipas disa transmetimeve të imamëve, paqja e Zotit qoftë mbi ta, këtë ja kanë referuar Kuranit të shenjtë. Sigurisht që interpretimi për kiametin me fjalën Yawmul Fasl është parë edhe në ajetet të tjera të Kuranit. Kjo mundësi gjithashtu është e mundur, sepse ky interpretim u referohet ajeteve të Kuranit, sepse ato në të njëjtën kohë na japin informacion për ringjalljen, kështu në këtë mënyrë mund të përmblidhen të dy komentimet. Prijesi besimtarve Ali ibn Abu Talibi, paqja e Zotit qoftë mbi të, transmeton një hadith nga profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij: shumë shpejt në mesin tuaj do të shfaqen fitne. O i dërguari i Allahut, cila është rruga e shpëtimit prej saj? E pyeta. Ai u përgjigj: Kurani është shpëtuesi, sepse na jep informacion për paraardhësit dhe ata që do vinë. Kurani do të jetë gjykatës midis jush. Kurani është fjala e drejtë, fjala që do të ndajë të drejtën nga e padrejta. Ajo fjalë nuk është shaka, por është fjalë serioze. Çdo tiran që e braktis atë, Allahu e shkatron, dhe çdo kush që të vërtetën e kërkon diku tjetër, Allahu i humbet ata, tha imami.
Më pas, për të ngushëlluar mendjen e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij dhe të besimtarëve njëkohësisht, si dhe për të kërcënuar armiqtë e Islamit, thot se ata vazhdimisht do të bëjnë hile dhe do të thurin kurthe, në të vërtetë ata ngren kurthe. Mëtej Allahu shton se do t'ju aprish kurthe dhe hilet, por edhe unë u apres me kurth, tashmë me që është kështu jepu pak kohë, jo besimtarëve që të mund të shikojnë përfundimisht pasojat e punëve të tyre, prandaj jepu pak afat jo besimtarëve lëri të qetë edhe për pak. Po, ata aty gjithmonë do të thurin kurthe të papërshtatshme për të luftuar ty. Ndonjëherë nëpërmjet talljes, ndonjëherë nëpërmjet bllokadës ekonomike, ndonjëherë ata dhunojnë dhe torturojnë besimtarët, ndonjëherë nuk lejojnë të dëgjohet Kurani, ndonjëherë bëjnë zhurmë kur dikush e lexon atë, ndonjëherë do të thonë magjistar, ndonjëherë do të ofendojnë rënd, ndonjëherë do të konsiderojnë të budallepsur, ndonjëherë në mëngjes do të bëhen me ty besimtare, në mbrëmje do të bëhen qafir që të marrin nga pas njerëz. Ndonjëherë do të thonë se personat që tërheqojnë ty janë të varfër dhe të dobët, prandaj largoj që ata të qëndrojnë pranë. Ndonjëherë do të thonë që të paktën të njohësh disa prej zotave të tyre që të vinë nga pas. Ndonjëherë do të thurin plane se si dhe kur do të largojnë e të vrasin. Përfundimisht, ata do të shndrohen në fytyra të ndryshme që të hapin panikë dhe të ndajnë grupin tënd. Ata do të përpiqen që miqtë dhe shokët të t'i vendosin në vështirësi ose ty të largojnë prej tyre që ta shuajnë dritën e Allahut. Por ata duhet ta dinë se Allahu ka dashur që kjo dritë të jetë kudo, kjo dritë hyjnore nuk mund të shuhet të fiket me pështymën e tyre. Kjo është dritë e zbritur nga qielli, nuk mund të shuhet. Duke mbyllur syt, ata thurin plane dhe ne thurim plane. Për komentimin e këtij ajeti, Ragibi në librin Mufradat thotë se fjala el-keidu ka kuptimin e një lloji zgjidhjeje të problemit, zgjidhet fshehurazi ose duke e parapërgatitur një mënyrë që është dy llojesh, nuk dënohet, pëlqehet, por gjatë përdorimit të saj më tepër anon nga kritika. Në të njëjtën kohë përdoret edhe si zgjidhje e problemit, sikurse është përdorur në ajetin 76 të surës Jusuf, kështu ne e mësuam Jusufin që ta bënte këtë dredhi. Në ajet dredhia e armiqve është e qartë, shembujt i sollën më lart dhe në Kur'an ka plot ajete që flasin për plane të liga, por në këtë rast fjala keid ka kuptimin e dhënies kohë. Si rrjedhim përfundon me një dënim të dhimbshëm, më e përshtatshme është të thuhet se qëllimi është butësia që përfshin gjendjen e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij dhe të besimtarëve. Ndërsa armiqtë e Islamit i gjend të papërgatitur dhe përpjekjet e tyre i largon duke shkatruar edhe planet e tyre, shembujt e këtij lloji janë të shumta. Në këto ajete veçanërisht profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i jep urdhër që të jetë tolerant me ta, e t'u jap kohë të mos nxitojë për t'i shkatruar ata, le t'u jepet kohë e mjaftueshme për ta përthithur mesazhin, ata që kanë sadopak para përgatitje t'i bashkohen fesë islame, ai që nxiton ka frikë se mos i humbasin mundësitë, kjo për krijuesin nuk ka asnjë kuptim. Aty ku thuhet që t'u jepet kohë jo besimtarëve dhe më pas përsëritet jepu kohë, është mënyrë e të shprehurit që të mos vi rënd në veshin e dëgjuesit. Fjala ruajde vjen nga fjala raudu dhe ka kuptimin shkoj dhe vi, si dhe përpjekje për të kryer me butësi së bashku diçka. Në këtë mënyrë Allahu në këtë fjali të shkurtër i jep 3 herë urdhër profetit të tij që të jetë i butë e t'u jap kohë. Kjo mënyrë e sjelljes është kryefjalë për gjithë myslimanët që të jenë të duruar përballë armiqve të tyre. Gjithashtu kur propagandojmë rrugën e drejtë, duhet të mos jemi të nxituar në mënyrë që të gjithë ata që duan të udhëzohen të mund të udhëzohen, të gjithëve le t'u jepet mundësia dhe të marrin argumentin që në ditën e Kiametit të mos kenë shfaqsim se nuk na ka ardhur argumenti i Zotit. Ndërsa përsa i përket faktit se pse ky afat është cilësuar si i paktë dhe i shkurtër, ka 2 përgjigje, ose për shkak se feja islame triumfoi mbi armiqtë e saj në një periudhë të shkurtër kohore, planet e armiqve u thyen dhe thyrjen e parë kanë shijuar në luftën e Bedrit e më pas në Mejdanin e Ahzabit, Khajberit dhe të Sifinit. Kështu planet e tyre u thyen dhe shtyllat e kalas së pushtetit të tyre ran. Në fund të jetës së profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i gjithë gadishulli arabik ishte ndriçuar nga drita islame, pa kaluar një shekull, një pjesë e madhe e botës së asaj kohe ishte ndriçuar nga drita islame. Përgjigja tjetër është se edhe dënimi dhe ardhja e Kiametit është afër. Parimisht ajo çka është e prerë dhe e faktive
si dhe e pakthyeshme konsiderohet e afërt. Sidoqoftë, kjo sure nis duke u betuar për qiej dhe planetet dhe përfundon duke kërcënuar armiqt dhe planet e armiqve. Në mes të sures shikohen argumente mbi ringjalljen, të cilat janë sjell shumë bukur dhe ndikojnë shumë te njeriu. Gjithashtu flitet për kujdesin që Allahu ka për njeriu, ngushëllimi që i bën, si dhe i jep zemër besimtarit. Të gjitha këto, edhe pse janë sjell me shprehje shumë të shkurtra, tregojnë butësi dhe rigorozitet. O Allah, planet e thurura nga armiqt, të cilat janë të shumta në kohën tonë, shkatroi dhe bëj që ata të kuptojnë. O Allah, në ditën që do të shfaqet e fshehta, mos na lër neve të turprohemi. O Allah, nuk kemi mbikëqyrës tjetër veç teje, mos na lër në dorë të tjerëve përveç dorës tënde. Amin, ya Rabbel Alamin.